Në gjithë këtë historinë edhe atë zgjatjen e pa nevojshme që ke nga Nana Shkurti, sa herë që zotri Kurti ka thirrur në takim AKN, e kam vlerësuar, ka qenë nga partitë opozitare që i ka shkuar, do thotë, zotit Kurti në takim, për të bërë zgjidhje të procesit të cilët e bërë në një ngërç politik të panevojshëm. E kam fjalën nga Nana Shkurti 2025 dhe besoj që po ta kishte ftuar dhe këtë herë zotri Haradinaj si kryetar ose dikush përfaqësues, tashmë nuk e di se në dorën e kujt është AK-ja, do shkonte prapë në takim me zotri Kurtin, nëse zotri Kurti do i bënte dot një thirrje, sepse nuk e ka munduar asnjëherë kur është dashur të shkojë në takimet që ka thirrur zotri Kurti prej Nana Shkurti deri me 28 dhjetor kur patëm zgjedhje të tjera të jashtëzakonshme. Te çështja e presidentit apo të presidentes, kur Florenti thotë që vërtet jam dakord që familja Jasharaj ta ruaj, do thotë, pozitën edhe do thotë të pakontestueshme. Nuk ka pozitë që mund do thotë i jepet kësaj familje dhe rëndësisë që ka, por gjithashtu nuk duhet mohuar që kjo pozitë nuk është politike. Sepse tha po të donin le të hyjnë në garë. Ata nuk po hyjnë në garë për parlament, për kryeministër, por nëse do jepet mundësia, se këto vetëm janë llafe, se asnjëherë as nga zotri Kurti, po as nga familja Jashari deri në këtë moment nuk janë deklaruar që kanë ndonjë ofertë ose mundësi për të kyçur. Këto janë vetëm nëpër studio që edhe vetë kam thënë që mund të jetë dhe jemi do me mendimin që kemi që mund të jetë nga politikanë që shprehen që po të ndotën e do ta votonin një figurë edhe nga subjekti tjetër politik, nuk është vetëm në studio. Mbaj mend para 3 muajve domon çka mund të bëj zotri Kurti. Nëse zonja Osmani don ta nxjerr nga loja, i vetmi mundësi sepse është lojtar i mirë, deri tani e ka bërë politikën, sado që kemi kritikuar, është një lojtar i mirë, din të prek pikat kryesore, mund të nxjerr një kandidat në këtë rast si familja Jashari. Siç kam thënë që opozita s'ka çka të bëjë se asnjë person nuk besoj që është kundër nëse nxjerr X emrin, sepse po fliten 2-3 emra dhe AK-ja të mos e votoj për president, LDK-ja të mos e votoj për president, dikën nga familja Jashari. Në qoftë se pse duhet me votu gjithçysh një antar të familjes Jashari? Këto do të më pyet jo nuk do të zënë politik në gam, për shkak të problemit që s'ban më politizuar. Fatkeqësisht që është akoma zgjidhet presidenti nga parlamenti dhe jo nga populli, këto kalkulime politike apo siç e thanë, klasike politike, marrëveshje politike, pazare politike që kemi quajtur, se kështu ka ndodhur tradicionalisht, kanë përndodhur këto. I vetmja zgjidhje, situata e presidentës gjithmonë është ditur visok. Siç e ka thënë edhe Kurti, në 2023 ka thënë unë kryeministër zonja Osmani presidente. Është e vërtetë, nuk është dukur një këtë pjesë. Ai qen fushat hyri do të thotë furishëm që zonja Osmani do jetë presidente, do i bëj votat. Vetëm një gjë është i sinqert zotri Kurti. Çka është i sinqert se po këto numrin e votave ka pas 2021 në zonjën Osmani ka bë presidente. Me këto numër, një deputet më pak e ka. Do thotë. Dhe tash, po këto numra po thotë është e pamundur. Me 80 vota zonja Osmani është bërë presidente në 2021. E pse u dashkan 83 e 84? Jo, ai sa është e pamundur, thash e pasigurt. E pasigurt 5 vite. Të lutem, 5 vite zonja Osmani me këto 80 vota pasigurta ishte presidente. 4 vite zotri Kurti me këto vota ishte kryeministër. Kështu që këto janë vetëm kamuflime mediatike që po mundohet do thotë ti ekspozoj, bind qytetarin që gjoja sikur s'po bëhen votat. Kurse sa i përket do thotë partitë opozitare, nëse zonjës Osmani do japin do thotë një mundësi për të qëndruar në salë, se votat jam e bindur që nuk do ishte absurde përpos LDK-s. Subjekte tjera nuk pres që ta votojnë zonjën Osmani apo të qëndrojnë, të bëjnë kurumin e salë. Nuk pres. Sinqerisht sepse e vetmja lidhje më afër që mund të ndodhi mes zonjës Osmani si kandidate për presidente, në qoftë se gjithmonë VV-ja i ofron këtë mundësi, është lidhja demokratike e Kosovës dhe asnjë subjekt tjetër politik. Që ta marrë mendimin, prof, ju si e shihni këtë diskutimin prezidencial, po themi, edhe gjitha këto çfarë po thuhen e po luan, nëse kanë edhe a ka një lojë këtu. Përfundimi i zgjedhjeve, domethënë,